Ilir Meta, mesazhi Ramës dhe Bashës, pluralizmi politik ka ardhur që në vitin 90 të gjithë duhet të angazhohen për të realizuar zgjedhje të shkëlqyera. Lulzim Basha nis vizitën në SBA në funksion të kauzës për zgjedhje të lira. Berisha takon ambasadorin Lu, por nuk thot asnjë fjalë për qeverinë teknike dhe bojkotin. Kryediplomati Bushati takon në SBA shefin e NATO Stoltenberg. Rusia shqetësim kryesor, edhe ministri Akodheli deklaron aleanca garanci për stabilitetin. Komisioneri për zgjerim Johannes Han takon liderët shqiptar në Maqedoni për krizën. Presidenti Ivanov refuzon të bisedojë me zyrtarin e Brukselit. Darja kuqezi me mungesat të mëdha në sfidën ndaj Italisë, tekniku De Biasi në dilemë se kush do të zëvendësojë në mbrojtje Mavrajn dhe Gjimshitin. Mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vision Plus. Ndryshe nga aleati i tij në qeverisje, Ilir Meta këmbgul që opozita të bëhet pjesë e garës elektorale. Teksa është pyetur për zgjedhjet e 18 qershorit, kreu i LSI-s ka thënë se pluralizmi u vendos në vitin 90. Meta ishte në inaugurimin e shkollës Kongresi Lushnjës, si shoqëruar nga kryebashkiaku Veliaj dhe ministria Nikolla. Një proces zgjedhor në një vend demokratik ka nevojë për gjitha palët në mazhorancë dhe opozit. Qëndrimi vjen nga kreu i kuvendit Ilir Meta, i cili vazhdon të jap mesazhe për shmangjen e konfliktualitetit në vend, duke u përpjekur të marrë rolin e ndërmjetësuesit mes palëve. Njoftojnë të gjithë se pluralizmi ka ardhur që në 12 dhjetor të 90-s në Shqipëri dhe ne duhet të gjithë të punojmë që këto të jenë zgjedhje të shkëlqyera, larg qëndrimeve kategorike që mund na sillnin pasoja katastrofike të padëshiruara për Shqipërinë shqiptare, sidomos për të ardhmen këtyre fëmijëve të mrekullueshëm. Deklaratën Meta e bëri gjatë ceremonisë së inaugurimit të shkollës 9-vjeçare Kongresi Lushnjës, në shoqërinë e kreut të bashkisë Erion Veliaj dhe ministres së arsimit Lindita Nikolla. Moment të cilin kryeparlamentari e shfrytëzoi për të thënë se vendi ka nevojë për politikanë më tolerant. Të ardhmen takojnë më shumë politikanë të ardhshëm nga kjo shkollë, që të jenë më të mirë se ne, që të jenë më të përgjegjshëm se ne, dhe të jenë më tolerant me njëri tjetrin më shumë se sa ne. Në mënyrë që fëmijët e Shqipërisë të shohin sa më pak politikanë dhe debate politikanësh në televizion. Pavarësisht kritikave të bëra nga LSI për Ministrinë e Arsimit, kjo nuk e ka penguar ministren Nikolla të falenderojë Metën për mbështetjen e dhënë në këto vite. Që falë mbështetjes kryetarit parlamentit, gjithë qeverisë koalicionit për Shqipërinë Europiane, ne kemi mundësuar për të parën herë një kurrikull integrale për çdo fëmijë nga 3 deri në 18 vjeç. Bashkëpunimit dhe konsensusit brenda koalicionit ju referua edhe kryebashkiaku Veliaj, i cili vlerësoi angazhimin politik dhe institucional të Metës. Nën këtë shembull bashkëpunimi, jam këtu me një mik nderuar, kryetarin e kuvendit, ish nxënës i kësaj shkolle, i cili ka ndjekur me vëmendje punën në Tiranë, dhe sa herë që dëgjoj ndonjëherë debatet politike, ku sigurisht kur njerëzit kanë përgjegjësi, marrin përsipër edhe kritika, marrin përsipër edhe vrejtje. E rëndësishme është që secili prej nesh të bëjmë maksimumin që ne të korrektojmë edhe të bëjmë të shmos, që çdo vrejtje e çdo kritik të reflektohet, edhe çdo ditë puna të ketë progres. Për të kaluar përtej ceremonive zyrtare, Ilir Meta i kujtoi kryebashkiakut të Tiranës Rinin, kohën në të cilën Velia i ka rrëfyer se për shkak të nevojave familjare është detyruar të shes fiq tek pazari i ri. Disa u mërzitën se thanë me duar bosh dhe i kërkuan fiq. Tani unë të siguroj që kur t'i meni gjitha 10, do vinë edhe fiq këtu, do vinë dhe ne përsëri, t'ju urojmë dhe t'ju përgëzojmë, por edhe në presion mos u vini, edhe në 9 pojmorët nuk ka problem. Gjatë një takimi me maturantët ekselent, kryeministri Rama ka shprehur vendosmërinë e mazhorancës për të shkuar deri në fund reformës në drejtësi. Ai tha se sistemi aktual ngjan kanceri që ka sëmurur gjithë vendin. Rama i ka kthyer përgjigjet e akuzave të LSI-s për reformën në arsim. Kryeministri Edi Rama shprehti vendosur për të realizuar reformën në drejtësi, duke krahasuar sistemin aktual me sëmundjen e kancerit. Kreu i qeverisë theksoi se reformat janë vetmja rrugë për të pastruar drejtësinë dhe sektorët e tjerë të ndikuar negativisht prej saj. Drejtësia jonë vuan nga i kancer dhe organizmi i shtetit tonë
Ishte një organizëm i kapur në të gjithë pjesët vitale të tij nga kanceri. Sot jam edhe më i bindur se dje që vetmja rrugë për të trajtuar një smundje kaq të rëndë është një operacion shumë i thellë. Dhe njëta gjë vlen edhe për atë që ne bëm me reformën e arsim. Reforma në arsim ishte një domosdoshmëri në një situatë ku sistemi në arsimor ishte po ashtu i molepsur nga një kancer padrejtësie, nga një kancer pa konkurrueshmërie, korrupsioni. Gjatë një takimi me maturantët ekselent, Rama ju ka kthyer përgjigje dhe akuzave të ngritura nga drejtues të Lëvizjes Socialiste për Integrim për reformën në arsim. Sipas Ramës, rezultatet e maturantëve dhe sistemi pranimeve në shkollat e larta sipas meritës janë përgjigja më e mirë ndaj zhurmave dhe dëshpërimeve. Të rrethuar nga lloj-lloj prurjesh dhe zhurmash në një mjedis ku amplifikohen jashtëzakonisht shumë ankesat, kërkesat, justifikimet, alibit, dëshpërimet, ju jeni një reze drite me një forcë shumë të madhe. Me një forcë shumë të madhe. Ju tregoni që gjithkush mund t'ja dalë dhe patjetër që mund t'ja dalë, por tjetër është ta thuash, tjetër është ta mendosh, tjetër është që kur e mendon të kesh heronjt e tu në kokë. Dhe ju jeni heronj të mitë dhe u a them me sinqeritetin më të madh. Kryeministri Edi Rama ka shpërndar 31 medalje ari për maturantët ekselent, ndërsa i inkurajoi të vijojnë punën për të arritur ëndrat e tyre brenda dhe jashtë vendit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste deklaron se kërkesat e opozitës nuk mund të realizohen. Sipas Ruçit, qeveritë zgjedhen një herë në 4 vjet nga populli, ndërsa datën e zgjedhjeve e përcakton ligji themeltar i shtetit. Qeveria teknike është kërkesë e parealizueshme pasi qeveritë zgjidhet nga populli një herë në 4 vjet. Numri 2 i Partisë Socialiste Gramoz Ruçi i kujtoi edhe një herë tjetër opozitës se zgjedhjet i përcakton kushtetuta e nuk ka shtyrje të tyre. Do ketë zgjedhje apo nuk do ketë zgjedhje, këtë e përcakton kushtetuta. Zgjedhje i përcakton kushtetuta që janë një herë 4 vjet. Kur ato shtyhen përsëri, përcakton kushtetuta vetëm kur ka situatë lufte. Zgjedhjet në zbatim të kushtetutës i ka vendosur, i ka dekretuar presidenti. Çdo alternativë tjetër që vën në diskutim datën 18 do të thotë një Shqipëri të destabilizuar dhe një Shqipëri në një krizë institucionesh. Por nga ana tjetër Ruçi u shpreh se dera e dialogut është e hapur dhe se mazhoranca është e gatshme të ulet në bisedime me opozitën. Jemi të gatshëm në çdo kohë, në çdo moment. Që çdo kërkesë që kanë palët e tjera të interesuara për datën 18, për përmirësime, për korrigjime, për plotësime të infrastrukturës së zgjedhjeve, të kodit zgjedhor, jemi të gatshëm të mbështesim. Po deri më sot nuk ka asnjë propozim konkret. Se çfarë? Ka vetëm një propozim, qeveri teknike. Çdo propozim që kanë palët e tjera, në qoftë se ato certifikojnë arbitrat, siç është OSB-ja dhe Odiri, ne jemi gati t'i votojmë. Këto deklarata kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Gramoz Ruçi i bëri nga Bashkia e Roskovecit, ku u shpërndan 755 leje legalizimi. Lideri i opozitës ka nisur një tur vizitash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë, duke folur për emisionin dritare në Vision Plus. Lulzim Basha konfirmoi se të gjitha takimet do të jenë në funksion të kauzës së Partisë Demokratike për zgjedhje të lira. Kreu i PD-s shprehu vendosmërinë për të vazhduar bojkotin e parlamentit. Lideri i opozitës Lulzim Basha është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës e më pas do të udhtojë drejt Maltës.
për të marrë pjesë në samitin e Partisë Popullore Europiane. Në emisionin dritare në Vision Plus Basha ka njoftuar se ka një ftesë nga zyrtarë të lartë, pa dhënë detaje për takimet që do të zhvillojë. Do t'ju njoftoj për gjitha detajet e lëvizjes time dhe gjithçka është në funksion të kësaj lëvizje popullore dhe zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Një ditë pasi presidenti i Republikës Bujar Nishani dekretoi ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj, lideri i opozitës i ka dalë sërish në mbrojtje kreu të shtetit. Por pavarësisht se presidenti bëri thirrje parlamentit ta rrëzojë kandidaturën e Xhafaj, Basha ka sqaruar se opozita do të vazhdojë bojkotin. Sigurisht jo. Asnjë kaos përveç zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe një kabinet teknik me mbështetje të gjerë politike nuk e rikthen në parlament opozitën. Në lidhje me vetingun, Basha ka përsëritur se nuk do ta votojë në rast se nuk ndryshohet ligji i miratuar vetëm me votat e shumicës. Drejtori që kontrollohet nga kryeministri nuk mund të bëjë kontroll në gjyqtarëve, se nuk do e bëjë sipas formulës Hanulën, po do e bëjë sipas formulës Rama Shullazi. Ky është problemi. Ky është shqetësimi, se s'kam asgjë personale, as me ty, as me pikpamjet e tua, luftoj që të kesh pikpamjet kundërta me mua, të kesh lirinë të shprehësh, por thelbi është thelb, fakti është fakt, shqiptarët dhe Partia Demokratike votuan për reformën Hanulën, jo Rama Shullazi. Lideri i opozitës Basha ka theksuar se protesta do të vazhdojë deri në krijimin e qeverisë teknike dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Ambasadori Amerikan Donald Lu ka zhvilluar në mesditë një takim me ish kryeministrin Sali Berisha. Kjo është hera e parë që diplomati amerikan takohet me ish-kreun e Partisë Demokratike Berisha, që prej nisjes së protestës së opozitës dhe bojkotit të parlamentit. Ajo që bie në sy në njoftimin e shpërndar për mediat nga zyra pranë ish-kryeministrit është se në asnjë moment Berisha nuk ka folur për krijimin e një qeverie teknike, për shtyrje të zgjedhjeve apo bojkot të tyre, të cilat përbëjnë dhe tezat kryesore të kreut PD-s Lulzim Basha. Në njoftimin e zyrës së shtypjes sqarohet se Berisha e ka njohur diplomatin amerikan me arsyet e protestës dhe bojkotit të parlamentit. Arsye e parë sipas Berishës është kanabizimi i vendit, pastaj lirimi i bandave kriminale më të rrezikshme, si dhe presioni mbi administratën publike për të votuar qeverinë. Gjatë bisedës me ambasadorin, Berisha ka përsëritur akuzat kundër George Soros, duke theksuar se qeveria amerikane duhet të ndalojë veprimtarinë e tij në mbështetje të kryeministrit Edi Rama. Ngritja e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor nuk kanë asnjë pengesë, me gjithë mungesën e emrave nga PD dhe PR. Komisioni qendror bëri të ditur se vendet bosh do të plotësohen me qytetarë që tashmë kanë aplikuar. Mungesa e listës së anëtarëve të dy partive opozitare, Partisë Demokratike dhe asaj Republikane, për komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve brenda afateve ligjore, bëri që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dështojnë në ngritjen e këtyre organeve. Shkaku që afati ligjor për ngritjen e komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor nuk u arrit të respektohej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është mospërmbushja e detyrimit ligjor nga Partia Demokratike për paraqitjen e propozimeve për antar dhe sekretar të KZAZ-ve dhe nga Partia Republikane për paraqitjen e propozimeve për antar të KZAZ-ve. Ky detyrim i parashikuar nga neni 28.2 i Kodit Zgjedhor nuk u përmbush nga këto dy subjekte zgjedhore, madje as në tejkalim të afatit ligjor, megjithse KQZ e toleroi këtë. Por Kodi Zgjedhor jep të drejtë KQZ-s që të emërojë kryesisht antar dhe sekretar të këtyre komisioneve të niveleve të dyta. Aktualisht në KQZ janë depozituar kërkesa nga qytetarë të shumtë, çka do të mundësojë zhvillimin normal të procesit zgjedhor. Pas dorëzimit nga inspektorët rajonal të kërkesave të paraqitura nga qytetarët pranë zyrave rajonale zgjedhore dhe shqyrtimit të gjithë kandidaturave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rastin më të parë me vendim do të emërojë antarët dhe sekretarët sipas rastit për të plotësuar vakancat për çdo KZAZ, për të siguruar ngritjen dhe funksionimin e tyre në përputhje të plotë me përcaktimet e Kodit Zgjedhor. KQZ bën me dije se procedurat e përzgjedhjes dhe të emërimit kryesisht të shtetasve si antar apo sekretar të KZAZ-ve do të kryhen në transparencë në respektim të ligjit zgjedhor. Tre antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të propozuar nga opozita kanë kërkuar mbledhjen e KQZ-s për të hequr mandatin dy kryetarëve të bashkive të Tepelenës dhe Poliçanit, Tërmet Peçi dhe Adriatik Zotkaj. Në letrën për thirrjen e mbledhjes së të mërkurës, tre antarët e KQZ-s argumentojnë se prokuroria e përgjithshme ka dërguar rezultatet e verifikimit për dy të zgjedhurit që në datën 13 mars dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vetëm 10 ditë afat për t'i marrë në shqyrtim.
Por nga ana tjetër, KQZ ka njoftuar një mbledhje ditën e enjte ku është përfshirë dhe çështja e mandatit të 2 kryetarëve të bashkive. Sipas njoftimit të KQZ-s, në këtë mbledhje do të bëhet riverifikimi nga KQZ i formularëve të vetdeklarimit për 13 deputet dhe për 8 kryetarë bashkie. Mes emrave të deputetëve janë ish kryeministri Sali Berisha, demokrati Arben Ristani, deputeti LSI Spartak Braho, socialisti Xhemal Çefalia apo edhe kreu i PBD-s Vangel Dule. Mes emrave të kryebashkiakëve përveç Tërmet Peçit dhe Adriatikës Zotkajt janë dhe Artur Bardhi e Zef Hila. Këshilli i Europës apelon që partitë të bëjnë transparencë për financimet. Përfaqësuesi i zyrës në Tiranë tha se shpenzimet në fushata elektorale janë të mëdha dhe nuk përputhen me ato që deklarojnë subjektet. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Tauland Balla e vuri theksin te nevoja e shpërsimit të dënimit për vjedhjen e votës. Në prag të nisjes së fushatës elektorale, shqetësimi ndërkombëtarëve mbetet transparenca e financimit të partive politike. Këshilli i Europës flet për mosbesim të shqiptarëve ndaj asaj çka subjektet politike deklarojnë në fund të procesit. Duke konsideruar një shqetësim real, ndërkombëtarët kërkojnë transparencë më të madhe. Më 18 qershor populli shqiptar do të shkojnë në zgjedhje. Partitë si lidhja kryesore mes individit dhe parlamentit kanë përgjegjësinë për legjitimitetin dhe besueshmërinë e procesit demokratik. Shpesh partitë dhe politikanët përballen me kritika dhe mungesë besimi. Rëndësi të veçantë ka transparenca e financimit të fushatës elektorale. Këshilli i Europës ka ofruar asistencën e tij për ndryshimet në kuadrin ligjor. Perceptimi publik është se shpenzimet e partive politike në fushata janë të mëdha, por jo të reflektuara ashtu siç duhet në raportimet financiare. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe kreu i KQZ-s Denar Biba, i cili përcaktimet në kodin zgjedhor për transparencën e financimeve gjatë fushatave i konsideroi si të pamjaftueshme. Jo vetëm partitë politike, por edhe kandidatët individual të tregojnë të ardhurat e tyre. Në fund të fundit, show me the money, më trego parat, ishte mënyra se si edhe kriminal të famshëm në Perëndim përfunduan në burg. Për rëndësinë e reduktimit të shpenzimeve të subjekteve politike u shpreh edhe bashkëkryetari socialist i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, por Tauland Balla më shumë e vuri theksin tek rritja e ndëshkimit për krimin elektoral. Rritja e masës ndëshkimore, proporcionalisht edhe me vepra tjera penale, sigurisht duhet ruajtur proporcionaliteti, ndërshkimi i fotografimit votës dhe vepra tjera penale elektorale. Treta, kufizimi i reklamave televizive. Deri më tani, parlamenti ka shtyr 3 herë mandatin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, e cila do duhet të adresojë rekomandimet e partnerëve ndërkombëtar, ku një ndër kryesoret mbetet financimi i partive. Policia në Shqipëri, Itali dhe Gjermani godet një grup trafikantësh droge, arrestohen në Firenze 11 persona, sekuestrohen kokainë dhe marijuanë. Diplomati shqiptar Ditmir Bushati ka ndarë me shefin e NATO Stoltenberg shqetësimin për ndikimin rus në Ballkan në një intervistë për Zërin e Amerikës. Ai tha se vendet e rajonit duhet të shënojnë progres në kursin e reformave integruese. Bushati është takuar në New York edhe me senatorin John McCain, teksa ky i fundit shpreu mbështetjen për reformat e ndërmarra nga qeveria. Shqetësimi për rolin destabilizues të Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ministri i Jashtëm shqiptar ndau me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Ditmir Bushati, që ndodhet në një vizitë në Shtetet e Bashkuara, është takuar me shefin e aleancës dhe detajet e takimit i bëri të ditura në një intervistë për Zërin e Amerikës. Kemi analizuar gjithashtu me shqetësim dhe rolin destabilizues apo influencat me të cilat aktorë të ndryshëm përpiqen të qasen Ballkanit Perëndimor dhe me kontributin që praktikisht jep Ballkani Perëndimor për arkitekturën e sigurisë sot për sot në kontinentin tonë pranë Europë. Me Stoltenberg u diskutua edhe për raportet mes Kosovës e Serbisë, situatën në Maqedoni dhe për sigurinë e hapësirën adriatike, ku përfshihet Shqipëria, Kroacia e Malizi.
Bushati foli edhe për rolin e Shqipërisë në luftën kundër ISIS. Natyrisht Shqipëria ka një kontribut në koalicionin kundër terrorizmit brenda NATO-s, por edhe përtej NATO-s dhe kryesisht një partneritet ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës që prej ditës së themelimit të këtij koalicioni, Shqipëria është eksportuese e stabilitetit, por përmes metodave të saj të suksesshme në përballimin e ekstremizmit, radikalizmit. Gjatë qëndrimit në SBA, Bushati pati një takim me senatorin John McCain, i cili shpreu mbështetje të qartë për kursin e reformave dhe angazhimin parimor të Shqipërisë ndaj adresimit të sfidave të përbashkëta të sigurisë në kuadër të NATO-s dhe në rrafshin dypalësh. Në Washington, Bushati u takua edhe me kreun e Komisionit i Jashtëm Ed Royce dhe kongresmenin Eliot Engel. Zbatimi i reformës në drejtësi ishte tema kryesore e bisedës, ku Bushati u ndal tek efektet transformuese që do të sjellë kjo reformë, jo vetëm nga pikpamja e sigurisë, por edhe në ekonomi. Ministri i Jashtëm i Malit të Zi është takuar sot në Tiranë me ministre Mimi Kodheli. Në konferencën për shtyp, ministri tha se NATO do të japë përgjigjen e duhur çdo tentative për destabilitet në rajon, edhe ndikimi rus nuk do të ketë efekt për sa kohë vendet kanë orientim të qartë perëndimor. Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli deklaroi se NATO nuk do të lejojë destabilitetin në rajonin e Ballkanit, ndërsa çdo vend që kërkon të bëjë diçka të tillë do të marrë përgjigjen e duhur nga aleanca. Gjatë vizitës së homologut të saj malazez në Shqipëri, Kodheli tha se NATO mbron vlerat e antarëve të saj, por në të njëjtën kohë nuk ka frikë nga politika e dyrëve të hapura. Çdo kush që kërkon të ndërhyjë dhe të trazojë situatat e sigurisë apo situatat e ekuilibruara tashmë në Ballkan, dhe kur them tashmë keni parasysh Ballkanin e 20 vjetëve më përpara që ishte shumë i trazuar, unë besoj që do të marrë përgjigjen që meriton. Për ministrin e Mbrojtjes malazez Predrag Boshkovic, ndikimi rus në rajonin e Ballkanit nuk ka efekte, pasi këtu nuk jetojnë qytetarët rusë për ata shqiptar e Malit të Zi, të cilët duhet të përcjellin mesazhet e frymës së bashkëpunimit. Ajo që na shqetëson është me të vërtet rajoni i cili ka patur probleme historikisht. Dhe kjo vizitë sot bëhet për të bashkëpunuar në mënyrë që diçka e tillë të mos ndodhë më. Dhe pikërisht ne të cilët jemi përgjegjës për këtë çështje, duhet të shpërndajmë mesazhe se si duhet të punojmë bashkarisht për të ruajtur stabilitetin e paqen në Ballkan. Këtu nuk jetojnë rus, por banojnë shqiptarë malazez dhe jemi të interesuar të mos krijojmë konflikte. Gjatë takimit, ministri e Mbrojtjes Kodheli e cilësoi vizitën e Boshkovic si një mundësi të shkëlqyer për të rikonfirmuar Malit të Zi se shumë shpejt do të rreshtohet zyrtarisht si antar me të drejta të plota në NATO. Kryetarja e Komisionit Integrimit Majlinda Bregu kërkon që Bashkimi Evropian ta shpallë Ballkanin prioritet strategjik. Në një intervistë për Vision Plus, zonja Bregu ngre alarmin për ndikimin rus në rajon si dhe rrezikun për destabilitet. Ndonse vendi ynë është antar i NATO-s, ai është i ekspozuar përballë kërcënimeve të jashtme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian duhet kishin reaguar më herët pasi shqetësimi nga influenca ruse në Ballkan nuk është i ri. Pas projekt rezolutës të dorëzuar në Kongresin Amerikan për ndikimin rus në zgjedhjet në Europë, përfshihet edhe Shqipërinë, kryetarja e Komisionit Integrimit, Majlinda Bregu vë në dukje se duhet kishte pasur më shumë vëmendje për shenjat e alarmit që kanë qenë të dukshme në Ballkanin Perëndimor, duke filluar nga Serbia, Bosnia-Hercegovina, Malizie deri tek Maqedonia. Ndjehet që ka një rrezik i cili është rrezik i fuqishëm. Është rreziku i financimeve ruse, të cilat mund të shihen me emra dhe me kompani të tjera perëndimore nga njëra anë. Është rreziku i influencës për të mbajtur gjallë regjimet autoritare. Është një rrezik i kombinuar tashmë jo vetëm me influencën ruse, por me tendencat populiste apo pjesën e terrorizmit dhe të kërcënimeve të terrorit. Pra janë gjitha bashk një panoramë e cila e bën më të domosdoshme një vëmendje më të madhe për ta konsideruar Ballkanin Perëndimor si një prioritet strategjik të politikës së jashtme të BE-s. Shpallja e Ballkanit Perëndimor si prioritet i Bashkimit Evropian sipas Bregut është i rëndësishëm, pasi Rusia e ka vendosur tashmë në prioritetet e saj rajonin ton. Në rast se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duan të konsolidojnë jo vetëm demokracitë në vendet tona, por njëkohësisht i japin hovë akoma më tutje perspektivës europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është koha për të mos thënë që duhet ishte qysh dje,
por të rikthyer një vëmendje më të madhe në politikë për Ballkanin Perëndimor. Në rastin e Shqipërisë, politika jone jashtme ka qenë gjithnjë pro NATO se Bashkimit Evropian, por rreziku nuk përjashtohet. Shqipëria është vendi më pro-perëndimor në Ballkan dhe sigurisht që kjo është një gjë e cila na jep ne sigurinë së brendshme. Por askush nuk mund të përjashtoj që influencat ruse dhe njëkohësisht tentativa apo kërcënimi të mos jetë i ndjeshëm edhe për Shqipërinë, për sa kohë që është aq i ndjeshëm në kufit dhe në shtetet fqinjëne. Pak ditë më parë, disa senatorë dorëzuan një rezolut në Kongresin Amerikan ku ngriheja alarmi se Moska zyrtare është angazhuar në një fushat publikimesh të lajmeve të rreme, por edhe sulmesh kibernetike me qëllim që të ndikojë në rezultatet e vendeve që mbajnë zgjedhjeve, mes së cilave Franca, Gjermania, Britania, por edhe Shqipëria. Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn takoi liderët shqiptarë në Shkup në përpjekje për zgjidhjen e krizës. Palët thanë se presidenti duhet të mandatojë kreun e LSDM-s për formimin e qeverisë, por Ivanov nga ana e tij ka refuzuar të bisedojë me zyrtarin e lartë të Brukselit. Në përpjekje për gjetjen e një zgjidhjeje për krizën në Maqedoni, e cila ende nuk ka një qeveri, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn dhe 3 eurodeputet ndodhen në Shkup, ku po takohen me liderët politik. Bisedimet ata i nisën me krerët e partive shqiptare, kryetarin e BDI Ali Ahmeti, ato të lëvizjes Besa Bilal Kasami dhe përfaqësuesin e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Pas takimit, Sela deklaroi se me komisionerin Hahn u diskutuan rrugët për daljen nga kriza. Aleanca për Shqiptarët kërkoi që presidenti Ivanov t'i jap mandatin për qeverinë Zoran Zaev, pasi ky është detyrim kushtetues. Ndërsa kreu i lëvizjes Besa Kasami sqaroi se në vend ka faktorë që synojnë që krizën institucionale ta kthejë në krizë ndërretnike. Në agjendën e bisedimeve të Han janë edhe takimet me krerët e partive maqedonase, ndërsa presidenti Ivanov ka refuzuar të takohet me të, duke përmendur si argument kthimin vonë nga vizita shtetërore në Hungari. Përkrahas të partisë Nikola Gruevskit VMRO DPMNE, të cilët kundërshtojnë platformën shqiptare, protestuan përpara selisë së Bashkimit Evropian në Shkup në ditën e vizitës së komisionerit Han. Ndërkaq, përfaqësuesit e grupeve parlamentare nuk arritën të zgjedhin kryetarin e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime, çka do t'i hapte rrugë vijimit të seancës konstituive të parlamentit. Një operacion antidrogë është finalizuar në Firenze, ndërsa kanë rënë pranga 11 persona. Ndërhyrja u bë fal bashkëpunimit mes së policive të 3 shteteve, Shqipërisë, Gjermanisë dhe Italisë. Gjatë kontrolleve u gjet kokainë dhe marijuanë. Bashkëpunimi i policive shqiptare, italiane dhe gjermane çoi në pranga 11 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge. 9 prej të arrestuarve janë shqiptar. Operacioni u finalizua në Firenze dhe në momentin e arrestimit u sekuestruan 3.5 kg kokainë edhe 18 kg marijuanë. Grupi merri me aktivitetin kriminal të trafikut të lëndëve narkotike, kryesisht kokainën, të cilën e merrin nga vendet e ulta të Evropës dhe fusin atë në veri të Italisë, ku ishte atë aktiviteti kriminal në Firenze. Dhe deri tani të paktën është argumentuar dhe është sekuestruar 3.5 kg kokainë. Gjithashtu kishin edhe aktivitet në fushën e marijuanës. Në një rast të sekuestruar 19 kg marijuanë që përkiste grupit, gjithsesi janë hetimet edhe kalkulimet e mëdhenshme që do të tregojnë të gjitha të dhënat. Përveç Italisë, grupi kriminal kishte shtrirë aktivitetin edhe në shtetin e Gjermanisë, ku përfundonte një pjesë e lëndës narkotike. Një aktivitet i grupit ishte zhvendosur edhe në Gjermani, ku ishin zhvendosur edhe shtetet shqiptar. Sigurisht, duke qenë që kreu grupit ishte shqiptar, kam pas rol kryesor në organizimin si në gjetjen e lëndëve narkotike, në trafikimin, në shpërndarjen e tyre dhe normalisht që shtetas italian dhe maroken kanë qenë mbështetës dhe bashkëpunëtor të këtij grupi. Gjithsesi është hetimi ai që do përcaktojë rolin e gjithë secilit në këtë aktivitet. Antarët e grupit organizuar ishin prej kohësh nën survejimin e agjentëve të antidrogës në Itali dhe Gjermani. Ndërkohë, policia shqiptare konfirmon se edhe brenda territorit ka pasur persona të prangosur, të cilët kanë qenë pjesë e grupit kriminal me qendër në Firenze. Prokuroria ka zbardhur vrasjen e një personi në një fshat të Devollit dhe plagosjen e 2 të tjerëve. Konflikti ka ardhur pas përplasjeve për një shumë prej 12.000 eurosh që një trafikant kanabisi u detyroi personave që kishin marrë përsipër transportin drejt Greqisë.
Prishja e pazareve të drogës për një shumë prej 12.000 eurosh ishte shkaku i dhunimit të 3 personave në një fshat të Devollit, ndër të cilët njëri humbi jetën si pasojë e plagëve të rënda. Prokuroria ka zbardhur dinamikën e krimit. Zarif Alliu, Mendar Burnazi dhe Daniel Tole ishin pjesë e një grupi që kryente transportin e hashashit nga Shqipëria në Greqi, duke kaluar nga kufiri i gjelbër. Ditën e krimit në fshatin Bracaj në 18 mars, persona të panjohur kanë dhunuar me mjete të forta 3 persona dhe më sipër, ku si pasojë e plagëve Zarif Alliu humbi edhe jetën. Shkaki i konfliktit mes tyre ka qenë një detyrim i papaguar prej 12.000 eurosh për transportin e narkotikëve, që një person i pa identifikuar me pseudonimin Dajo ju kishte të lënduarve. Policia lokale ka hetuar rastin dhe pas dëshmive të marra, ka arrestuar të riun David Myrte, banor i zonës, që dyshohet se ishte pjesë e grupit të dhunuesve. Zyrtarisht i është hapur rrugë realizimit të 2 projekteve të rëndësishme infrastrukturore. Komisioni i Ekonomisë miratoi një hua për $35 milion për të përfunduar rrugën Tiranë-Elbasan. Bëhet fjalë për segmentin prej 13 kilometrash nga Sauku deri tek tuneli Krabës. Fondi është dhënë nga Banka Islamike, e cila miratoi këtë kërkesë të qeverisë shqiptare. Nevoja për këtë hua shtesë erdhi pas rrëshqitjeve në zonën e Ibës dhe rishikimit të punimeve. Ky segment rrugor pritet të përfundojë në 90% punimeve të tij para zgjedhjeve të 18 qershorit. Paralelisht, Komisioni i Ekonomisë miratoi dhe një hua tjetër për rehabilitimin e sistemit hekurudhor Tiranë-Durrës me një degëzim në Rina. Sipas të dhënave nga Ministria e Linjës, punimet për këtë projekt mund të nisin në shtator. Kostoja totale arrin në €91 milion, nga të cilat 36.8 milion janë kredi nga Bersh, ndërsa pjesa tjetër janë grant nga marrëveshja e Berlinit, por ka edhe financim nga qeveria shqiptare. Stefan Çapaliku sjell në teatrin Metropol revoltën e artistit Kontrabasi, një shfaqje ndërthurur me muzikë dhe koreografi, do të ngjitet në skenë nga mbrëmja e së premtes. Kontrabasi është kthyer në robërinë e këtij artisti, që dëshiron të dalë prej grupës së zezë të orkestrës për të vënë re, por një artist i patalentuar si ai nuk do të mund të jetë asnjëherë solist. Kjo edhe për fajt të kontrabasit. A nuk ju duket si një plakje dhjamosur, ë? Vithet shumë të urta. Deli një shëmtie e vërtet. Dërsa shpatullat të ngurta e dërzuar si për një rakitike. Kjo është revolta e tij, një instrumentisti që e dëshiron për së largu sopranon, që kur nuk i hedh sy tek ai. Kjo është drama që ju ofron vetëm këtë fundjavë Teatri Metropolit, përmes aktorit Pierin Blashi. Ta shtabes, ta sharroj. Ta bëj copa, ta kri, ta skëllek, ta bëj tallash. Marr një rok fikse për këtij kontrabasit, kështu që në momentet caktuar unë nuk do doja ta kisha, do doja të isha i lirë. Por edhe si thuhet në pjesë kontrabasi, me fjalë një kontrabasist i lirë nuk ekziston. Kontrabasisti është i dënuar me punësim të përjetshëm. Regjizori Stefan Çapaliku premton se shfaqja nuk do të jetë thjesht një monolog. Vepra është e mbushur me një dinamizëm skenik, ka lëvizje skenike, ka edhe një koreografi skenike, ai ka momente kur personazhi si thosh harbohet në vetminë e tij. Dhe gjitha këto kam shpresë se do të bëjnë një spektakël të fortë, goditës dhe me gjasa për ta marrë me vete spektatorin në mënyrë që ai të mos e ndjejë një orë gjys. Kontrabasi është një ndër veprat më të mira të artit bashkohur gjerman, shkruar në vitet 80 nga autori i romanit të ekranizuar Parfumi, Patrick Süskind. Kjo shfaqje u vendos aso kohë në Gjermani më shumë se 500 herë brenda një sezoni. Me një skenografi minimaliste nga Jonida Beqo, Kontrabasi do të mund të ngjitet në Teatrin Metropol me të mbrëmjen e së premtes dhe së shtunës për të lënë një tjetër takim me publikun të dielën tek instalacioni e reja. Problematik për kombëtaren shqiptare të futbollit në sfidën ndaj Italisë. Mungesa e Mabra dhe Gjimshitit ja bëjnë më të vështirë situatën teknikut italian De Biasi, i cili do të jetë në dilemë deri në fund për të shpalosur në fushë skemën me formacionin ideal. Kombëtarja shqiptare e futbollit ka zhvilluar stërvitin e parë në prag të sfidës për eliminatorët e botrorit kundër Italisë në Palermo të premten e 24 marsit. Kemi shumë mungesa, po besoj se cilin anëri që do lozi besoj do japi maksimumin. Është ndeshje shumë e vështirë dhe e rëndësishme për ne. Po si kemi lozur dhe ndeshjet e tjera me ekipet e mëdhenj, ashtu do lozim dhe me Italinë. Do kërkojmë gjithmonë
si ekip të japi maksimumin. Po, sigurisht që Ventura është një trajner që i pëlqen të sulmoj, domethënë, kundërshtarin. Tash sigurisht që e përballë e ka Shqipërinë dhe do ta gjojnë guximin për me sulmu sa më shumë. Dilemat janë të nda për këtë sfidë duke parë dëmtimet dhe skualifikimet. Reparti më problematik është mbrojtja ku mungojnë Mërgim Mavraj dhe Berat Gjimshiti, ndërsa Arlinda Jeti nuk është në formën e tij më të mirë. Ai ishte aktivizuar shumë pak me ekipin e tij Torino. Gjithsesi ky i fundit mund të jetë një zgjidhje e detyruar në qendër të mbrojtjes, ndërsa mund t'i bashkangjitet një mes prurjes më të rënë kombëtare Allaj Kuksit ose Frederik Veseli. Një tjetër alternativë mbetet Kukeli, i cili ka zvendësuar në një rast Lorik Canën ose Taulan Xhaka. Edhe për portën në mungesë të Berishës ka një balotazh mes Trakoshës dhe Hoxhës. Mes fusha në rast të skemës me 4-5-1 pritet të përbëhen nga Brashi, Xhaka dhe Memushaj, ndërsa një kandidat potencial është Migjen Basha. Roshi si gjithmonë pritet të jetë nga krahu i djathtë, ndërsa nga Majta në mungesë të Lenjanit alternativat janë të shumta. I vetmi që ka vendin të sigurt në sulm është Armando Sadiku. Ndërkohë në servitin e parë kanë munguar dy futbollistët e Terek Groznit, Bekim Balej dhe Odise Roshi, por edhe futbollisti i San Jose Earthquakes, Jahmir Hyka. Abrashi dhe Agolli ishin dy lojtarët që kanë bërë një stërvitje të diferencuar. Ilir Meta, mesazh Ramës dhe Bashës, pluralizmi politik ka ardhur që në vitin 90 të gjithë duhet angazhohen për të realizuar zgjedhje të shkëlqyera. Lulzim Basha nis vizitën në SBA në funksion të kauzës për zgjedhje të lira. Berisha takon ambasadorin në Lu, por nuk thot asnjë fjalë për qeverinë teknike dhe bojkotin. Kryediplomati Bushati takon në SBA shefin e NATO Stoltenberg. Rusia shqetësim kryesor, edhe ministri Akodheli deklaron aleanca garanci për stabilitetin. Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn takon liderët shqiptarë në Maqedoni për krizën. Presidenti Ivanov refuzon të bizetojë me zyrtarët e Brukselit. Kombëtarja kuqezi me mungesa të mëdha në sfidën ndaj Italisë, tekniku dhe Bjazin në dilemë se kush do të zëvendësojë në mbrojtje Mavrajn dhe Gjimshitin. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione edhe në çdo.com, klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.